Më datën 14 qershor asteroidi Vesta u stacionua në vit të drejtë. Vesta hyri në shenjën e Akrepit më 1 janar, filloi retrogradën e vet në datën 21 mars dhe në datën 14 qershor u kthye në vit të drejtë, duke na kërkuar që në heshtje ne të reflektojmë dhe të transformohemi aty ku ne duhet që të rimarrim atë fuqinë tonë. Vesta, për gjithë ju që nuk e dini, është asteroidi i përkushtimit të brendshëm dhe i asaj flakës dhe pasionit tonë. Tregon ku ne duhet të ruajmë pasionin tonë, atë zjarrin e brendshëm, ku duhet të ndjejmë atë thirrje për të sakrifikuar, për të tërhequr, për të thelluar dhe për të reflektuar, ku kërkojmë ne pastërti, përqendrim, si dhe transformim. Pas një kohe retrospektive apo retrograde, tani ne dim se çfarë duam dhe shkojmë drejt asaj gjëje që duam në mënyrë intensive dhe pa frikë. Tani ne nuk dashurojmë në mënyrë sipërfaqësore, kërkojmë bashkime të thella, intime, shpirtërore, mund të tërhiqemi drejt bardhonieve që kanë një energji karmike, por këtë herë me më shumë vetëdije dhe me më shumë kontroll. Vesta retrograd në Akrep mund të ketë sjell tema të tradhtisë në vëmendje, të dëshirave, pasioneve të varrosura, të vështirësive, të humbjes, si dhe të shërimit. Dhe tashmë që është në vit të drejtë në shenjën e Akrepit, shëron ato traumat që lidhen me tradhtinë, me kontrollin, me frikën nga braktisja, me humbjen dhe pas shërimit normalisht që fitohet edhe forca e brendshme dhe mund të zgjohet interesi në lidhje me misterin, me okultin, me ezoterikën, me psikologjinë, me astrologjin, me tarot, pra punën me energji, si të thuash, dhe kërkon që ne të deportojmë në më thellë tek gjërat në përgjithësi, të arrijmë në thelb, qoftë në vetvete, qoftë tek të tjerët dhe një shembull për shembull që mund të them i Vestës të Akrep në vit të drejtë është kur e zëm një femër apo një grua, më sakt ka lënë pas një marrëdhënie toksike dhe tani i përkushtohet vetëm dashurisë që i jep energji, jo e konsumon.